Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të zhvillojë një takim të rëndësishëm me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në përpjekje për të nxitur përparimet në armpushtimin e bllokuar në rripin e Gazës. Takimi i cili pritet të mbajë të hënën vjen në një moment kritik teksa tensionet në rajon mbeten të larta dhe marrëveshjet e ndërmjetësuara nga Washingtoni po hasin vështirësi në zbatim. Netanyahu ka konfirmuar se është ftuar nga Trump për bisedime ndërsa pritet të vizitojë klubin privat presidentin amerikan në Mar-a-Lago. Sipas kryeministrit izraeli, diskutimet do të përqendrohen në fazën e dytë të armpushtimit në Gaza, por edhe në zhvillimet në Iran dhe Liban, ku Izraeli shpreh shqetësime për forcimin e Hezballahut. Shtetet e Bashkuara kanë luajtur rol kyç në ndërmjetësimin e armpushtimit në këto fronte. Megjithatë, Izraeli mbetet i rezervuar duke argumentuar se kundërshtarët e tij po përpiqen të rindërtojnë kapacitet ushtarak pas humbjeve të pësuara gjatë luftës. Në tetor, palët ranë dakord për planin e armpushtimit të propozuar nga Trump, i cili parashikon tërheqjen e trupave izraelit nga Gaza dhe heqjen dorë të Hamasit nga armët dhe nga roli i qeverisë në enklavën palestineze. Sekreti amerikan i shtetit Marco Rubio ka deklaruar se Washingtoni synon ngritjen sa më shpejt të një administrate kalimtare në Gaza të përbërë nga një bord paqeje palestineze. Kjo administratë do të parapri vendosjen e një force ndërkombëtare sigurie e mandatuar nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 17 nëntor. Megjithatë, procesi mbeti i bllokuar. Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të rënda të marrëveshjes. Hamasi ka refuzuar të çarmatoset dhe nuk ka kthyer eshtrat e pengut të fundit izraelit, ndërsa forcat izraelite vijojnë të jenë të pranishme në rreth gjysmën e territorit të Gazës. Autoritetet izraelite kanë paralajmëruar se nëse çarmatimi i Hamasit nuk ndodh në mënyrë paqësore, operacionet ushtarake mund të rifillojnë.